Ku mojnan, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Libri më i ri i Eleni Kocaqit që Aleksandri i Madh ka qenë shqiptar, ju bën një dëm të madh shqiptarëve të Maqedonisë për faktin se është zbuluar origjina e emrit të Kumanovës. Fjala Kumanov ka të njëjtën origjinë si emri Koman në Shqipëri. Është emri i fisëve turke Kipçake Kumane që janë futur në Gadishullin Ilirik në shekullin e 12. Në fillim ishin në konflikt me Bizantin, pastaj e ndihmuan Bizantin për të luftuar fisë të tjera turke, prandaj u lejuan të vendosen në Bullgari dhe nga Bullgaria erdhën në Maqedoni dhe aty u vendosën përfundimisht. Dhe tani maqedonët thonë ju jeni Kumanovas, ju jeni Kuman, nuk jeni as Indo-Europian. Ky është rreziku më i madh. Dhe kultura që është zbuluar në Koman, kultura ilire, ndodh që niveli i tokës lëviz. Pllakat kontinentale nganjëherë ngren nivelin e pllakës kontinentale të Europës, nganjëherë ulin. Dhe në qoftë se në thellësi gjenden objekte që ne na duken ilire, por që në fakt janë kumane, ky do të ishte turpi më i madh i njerëzimit. Dhe fakti që aty nuk janë gjetur shkrime është e frikshme sepse ilirët kishin gjithmonë shkrime helene. Dhe në Koman nuk ka shkrime. Janë helmeta, shpata, thika që mund të jenë të shekullit të 12, mund të jenë të shekullit të 5 para Erësone, nuk e dim sepse niveli i dheut nuk është gjithandaj një lloj, ka lëvizur dheu për shkak të lëvizjes së pllakave kontinentale. Pra nëse është në thellësi, kjo nuk tregon që është e vjetër. Absolutisht jo. Kjo tregon që është zhytur pra toka në ato vende, në Koman. Dhe pllaka kontinentale e Afrikës i mbivendoset pllakës kontinentale të Europës, pra zhytet në atë vend pllaka. Prandaj lindin dhe tërmetet. Dhe kjo që është në thellësi, kjo mund të jetë kulturë kumane. Tani, fjala Koman vjen nga gjuha vlehe. Komanët i thonë ata, por në gjuhën hungareze i thonin kun, që mund të jetë origjina e hunëve. Në Kinë gjithashtu këta quheshin hunët ose kunët, por nuk janë fise kineze, çuditërisht janë fise turke që vijnë nga Azia Qendrore. Kumanët. Komani dhe Kumanova kanë të njëjtën origjinë, janë zbuluar të njëjtat shpata, të njëjtat përkrenare në Koman dhe Kumanov dhe nuk janë ilire, janë kumane të fisëve turke. Këta turq kanë ardhur 3 shekuj më herët se sa turqit otoman. E pabesueshme, në fakt, bullgarët janë gjithashtu fisë turke që e lanë gjuhën e tyre dhe morën gjuhën slave. Dhe argumenti i maqedonëve është edhe ju jeni kuman, nuk jeni ilir, për shkak se ilirët kishin vetëm bishkrime helene. Pra shqiptarët janë në një rrezik shumë të madh në Maqedoni, për shkak të kulturës kumane të gjetur në Kumanov. Tani, fjala Kumanovo vjen në gjuhën serbe nga asnjansi, një lloj si Kosovo. Kumanovo. Ovo është prapashtesë e mbiemrave të asnjansit në gjuhën serbe dhe në atë çeke dhe të gjitha gjuhët slave. Ndërsa Kumanova është krijuar një lloj si Kosova. Fjala Kosova në shqip është krijuar nga fjala Kos, që do të thotë mëllej një zezë. Në serbisht, rusisht, maqedonisht, të gjitha gjuhët slave, polonisht, çekisht dhe gjuhën e Ukrainës. Pra Kosov është emër i pastër serb, por që është regjistruar në gjuhën greke në shekullin e 5 para Erëson. Kosyfos i thon mëllenjës së zezë në gjuhën greke, ose më saktë gjelit të zi që lufton në 2 luftime. Ky është Kosyfos. Ndërkohë, që kjo është fjalë serbe, kjo prapashtesë ovo është serbe për mbiemrat asnjanës dhe emrat të krijuar nga mbiemra, dhe ova është e njëjta prapashtesë, po për mbiemrat femëror dhe emrat të krijuar nga mbiemrat femëror në gjuhën çeke, polake dhe atë ukrainase. Pra, gjuha shqipe e ka marrë këtë prapashtesë
nga gjuhët slave të Europës qendrore dhe lindore dhe jo nga serbishtja. Prandaj serbët thonë që kjo është e trashëguar, ju keni gjak slav, keni elemente slave në gjuhën tuaj, në gjuhën shqipe. Pra të gjithë emrat në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni që mbarojnë me ova, janë emra mbiemëror, femëror. Ndërkohë që në serbisht këto janë me ovo, Kumanovo, Kosovo. Një lloj e pabesueshme. Dhe kjo është origjina e emrit të kumanëve. Tani këtë ide e ka hedhur në librin e tij më të fundit gjeniu rumun i quajtur Viktor Spinej. Është njeriu më i nderuar në Rumani. Dhe ky është argumenti i tij, që gjuha rumune e ka ruajtur mirë fjalën koman, që janë kumanët, është në gjuhën vlehe, koman dhe kuman. Në gjuhën hungareze është kunët, në gjuhën kineze është hunët, fise aziatike, por që flisnin turqisht, është e vërtetuar kjo, janë gjetur tekstet e kumanëve në arkivat e perandorisë bizantine. Në gjuhën vlehe janë kumanët, Kumanova dhe Komani. Kjo është e frikshme, kjo që ka ndodhur. Fjala Kosova është krijuar në Shqip një lloj si fjala Kumanova. Por jo në bullgarisht, është në Shqip. Në bullgarisht, maqedonisht, kjo është asnjësi. Kosovo, Kumanovo. Gjuha shqipe sillet sikur të ishte gjuhë slave e Europës qendrore. Ne nuk dim historinë e Shqipërisë. Historia e Shqipërisë është e shkruar në toponimet e Shqipërisë, por jo me fjalë shqipe, siç mendon Ledi Shamku, por me fjalë kumane të dashur shqiptar me prapashtesa slave të Europës qendrore. Pra kjo ka qenë ideja e Ledi Shamkut. Por dhe imja. Por Ledi Shamku thotë që toponimet në Shqipëri janë krijuar me elemente të gjuhës shqipe, ndërsa unë kam gjetur që janë krijuar elementet e emrave të qyteteve të lashtë janë të gjitha greke dhe elementet e qyteteve të reja mbas shekullit të 6, pra në këtë rast në shekullin e 12, këto janë slave, të gjitha, edhe emrat e fshatrave dhe emrat e qyteteve. Dhe në fakt, emri Kumanova tregon që populli turk, Kipçak, që ngjan shumë me fjalën shqipe shqip, Kipçakët dhe kumanët janë shkrirë me shqiptarët, janë martuar me shqiptarët. Një lloj siç u martuan më vonë jevgjit me shqiptarët dhe janë bërë shqiptar jevgjit. Edhe turqit janë martuar me shqiptarë, janë bërë shqiptar. Pra populli shqiptar ka aftësinë që të ndërsehet siç ndërzehen lopët, mushkat, delet. Populli shqiptar ndërzehet me çdo lloj qenie dykëmbshe. Dhe shqyr që s'ka majmun në Europë, se ne do kishim sot e kësaj dite njerëz me bisht në Shqipëri, në një qytet majmunor, diku aty midis Kumanovës dhe Tetovës. Atje ku Aleksandri i Madh quhet shqiptar. Pellazg, që është quajtur Lugina e Thesalisë në Greqi. Dhe kjo studja na bën neve Pellazg, na bën neve grek. Dhe Aleksandrin e Madh e bën shqiptar, kur me dokumenta këtu kanë qenë kuman, Kipçak, në shekullin e 12, 3 shekuj më herë se turqit, dhe janë shkrirë me shqiptarët. Është krijuar kombësia kumano, shqiptare, pastaj evgjite, greke, serbe, maqedone, janë shkrirë, janë ndërzyer të gjitha lopët, kafshët, dhe ka dalë një përbindësh me gjak serbi, gjak kumani, gjak greku dhe fytyr jevgu. Ka dalë një qenie e re, një rëzore dhe një gjuhë shumë e bukur, gjuha shqipe, kur janë futur të gjitha këto rrjedhat e lumenjve, të gjithë lumenjt të rrjedhin për në Shqipëri. Të gjitha fekalet e botës këtu kanë ardhur të dashur shqiptar në detin Adriatik, ta gëzojmë detin ton që vjen era mjalt.
Ju falimderit, të dashur, Pelazg, Kuman nga Kumanova, me Aleksandrin e Madh shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Po bëheni gazi i botës dhe studiuesit e huaj po bëjnë doktorata me gomarllëqet tuaja. Kaq idiot jemi ne, sa që duhet një rumun të thot që ju jeni kumanë, sepse ne se kuptojmë dot. Mirupafshim të dashur kumanë dhe shqiptar.